duhet të ofrojë ajrin e pastër dhe peizazhin karakteristik të saj, por në fakt ndodhe kundërta. Prej kohësh në malet e Krujës, tek vendi i quajtur Shkëmbi i Vajës, çdo ditë erdhen tonelata të tëra mbetjesh të çdo lloji, duke shkaktuar një ndotje ekologjike në nivele të larta. Pavarësisht se derdhja e tyre kryhet në çdo orë të ditës, ende nga strukturat përgjegjëse nuk ka asnjë penalizim, duke u bërë palë në këtë ndotje masive që po ndodh në këtë zonë, e cila prek edhe ujërat e lumit Droje. Lapidari i heroinave krutane duket se është kthyer në një sinjalizues për drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd, si përcaktim se ku duhet të derdhen mbetjet. Pamjet e filmuara tregojnë qartë atë çfarë ndodh në këtë zonë, pavarësisht se ky kamion largohet pasi pikaset nga kamera jon. Ky fenomen regjistrohet prej kohësh në këtë zonë, ndonse Këshilli Bashkiak i Krujës ka caktuar një vend tjetër për grumbullimin e mbetjeve. Zbrazja e kazanëve të kamionave në këtë vend kryhet vetëm për të shkurtuar itinerarin rrugor, pa llogaritur dëmin ekologjik që po i shkaktohet kësaj zone. Kjo është një prej krahinave ku fare mirë mund të zhvillohet turizmi malor, por me këtë ndotje mjedisore kjo gjë as nuk mund të mendohet. Tashmë është detyra e pushtetit vendor të ndërhyjë duke ndaluar këtë fenomen negativ i cili po shpërfytyron të gjithë bukurinë e zonës.